Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kemi ardhur në një kohë të tillë që zhveshja ka marrë mas të madhe. Kemi ardhur në një kohë të tillë që femrave nuk u vjen më turp se dalin të zhveshura dhe të kurisuara. Prandaj lind obligim, është obligim I joni si besimtar që të ulim shikimet nga haramet. Të ulim shikimet nga femrat e huaja, të mos I shohim ato. Dhe këtu kënaqim Allahun duke ul shikimin dhe poshtrojmë atë që kemi përpara nesh. Pra, duke që të mendoj se me të vërtet kam bërë një vepër shumë të shëmtuar, saqë nuk ja vlen që njerëzit ta hedhin syt tek unë për shkak se jam aq e poshtruar. Kështu ta mendoj femra veten e vet kur zhvishet. Dhe si mund të arrijë besimtari këtë gjë? Se dikush thotë si mund të arrijmë? Atëherë themi, siç ajo u zhvesh për shkak të vapës së madhe, edhe ti për shkak të vapës së madhe kujto dënimin e Allahut në botën tjetër, kujto xhehenemin, kujto ditën që do të qëndrosh për Allahut te bareke o teala, ku dielli do të ulet si për kokave të njerëzve, ku njerëzit nuk do të kenë hije tjetër përpos hije sa Allahu te bareke o teala. Dhe këtë hije Allahu nuk ka për t'ia bërë atyre që janë zullumqar, atyre që janë të padrejt, atyre që janë gjunaqar apo qafira. Allahu do t'ia bëjë vetëm atyre që janë të veçantë të tij. Prandaj kujto atë ditë madhështore që Allahu s'ka për t'u bërë hije askujt përveç atyre që I zgjedh Allahu te bareke o teala, dhe atëherë ke për ta ul shikimin nga harami shumë kollaj. Pra në këtë botë njerëzit përpiqen me gjetë hije dhe e gjejnë, sepse domethënë ja mundson Allahu te bareke o teala. Pra futen në hije në një pemë apo shkojnë për shtëpitë e tyre, dikush ka kondicioner, dikush ka freskuese kështu me radhë, mi po në botën tjetër nuk do të ketë gjë të tilla përveç hijes që bën Allahu te bareke o teala. Prandaj ti sa herë që domethënë shejtani të nxit për me pan haram, dhe se janë shumë, padyshim që janë shumë haramet, sa herë që të nxit shejtani, kujto vapën e madhe të zjarrit xhenemit, vapën e madhe të ditës së Kiametit, dhe dije mirë se ajo është më e nxehtë, ajo është më përvluese që ta përvlon shpirtin dhe depërton thellë në zemër. Prandaj, kia frikën Allahu te bareke o teala, ul shikimin për hir të Allahut te bareke o teala dhe për të ruajtur nga zjarri I tmerrshëm I xhehenemit, dhe gjithashtu ule shikimin që ta poshtrosh atë që ke përpara teje, pra femrën e zhveshur të lakurisuar që ajo nuk meriton asnjë lloj nderimi nga ana e askujt prej njerëzve, për shkak se ajo ka dal nga njerëzorja, pra ka dal nga njerëzorja. Elus Allahun e madhruar që Allahu t'i përmirësoj gjendjen, ta përmirësoj gjendjen e këtij populli dhe femrat të zhveshura t'i bëj që të reflektojnë dhe të vishen ya rabbel alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.